lejoni tani ka gati të bëj një intervistë me ju që ka përgatitur me shumë qejf. Si kandidat për president, ja vlen, nuk do ja bëja çdo njeriu. E kam titulluar thjesht rishikimi i tranzicionit. Jemi gati? Ledjo kemi gati, rishikimi i tranzicionit. Rishikimi sipas jush i tranzicionit, po përgjigjet duhet këtu të jenë thmestisht koncize, zotin Ano, tradita na detyron e këtij emisioni. Ledjo gati, rishikimi i tranzicionit për Fatos Nano. Kujdes, qetësi. A mendon Fatos Nano, ka presidenti i Shqipërisë, se në qershor të vitit 1991, Partia e Punës së Shqipërisë duhet shkrirë fare dhe jo t'i ndërrojë emri, sikur se ndodhi në të vërtetë, zotin Ano? Jo. S'ka me kujvok në të gjë dhe koha më dha drejt. Bukur. A mendon Fatos Nano, kandidati për presidenti i Shqipërisë, se në fillim të viteve 1990, për Shqipërinë do duhet ishte zgjedhur sistemi proporcional i pastër dhe jo ai mazhoritar i përzier sikur se ndodhi? Jo, sepse për mendim nuk e kanë fajin sistemet, e kanë fajin vullnetet politike që mund t'i deformojnë atë. Dakord. A mendon Fatos Nano, kandidati për president i Shqipërisë, se Partia Socialiste e Shqipërisë duhet kishte qenë që në fillimet e saj më shumë pro-amerikane se sa pro-europiane, ndryshe nga sa ndodhi? Nuk besoj se është tamam kështu ajo që... Kjo çështje nuk mund të arsyetohet në periudha fare të shkurtra. Ajo që ka ndodhur në tërësi në 5-16 vjet me Partinë Socialiste dhe me atë që ka shfaqur në qeverisje apo në opozitë ajo, është përgjithsisht ruajtja e ballancave, një veprim i ekuilibruar midis poleve dhe partnerve apo aleatëve që kanë mbështetur dhe janë të pazëvendësueshëm në zhvillimin dhe integrimin tonë. E qartë. A mendon Fatos Nano, kandidati për president i Shqipërisë, se në Partinë Socialiste në vitin 1996 nuk duhej afruar Recep Mejdani dhe grupi i tij, sikur se ndodhi? Nuk njoft ndonjë grup të zotit Mejdani përveç nëse më lejoni vëllezërve Nazarko. Për humor. Por nuk jam i këtij mendimi, sepse Recep Mejdani ashtu si një pjesë tjetër akademikësh dhe profesorësh kanë kontribuar dhe kanë përmirësuar Partinë Socialiste dhe prandaj kanë lëvizur dhe vazhdojnë të lëvizin natyrshëm në të. Pra nuk... E kundërta do të ishte humbje. Do të ishte humbje e kundërta, thoni ju, dakord. A mendon Fatos Nano, kandidati për president i Shqipërisë, opozita socialiste, duhet i kishte thënë po projekt Kushtë-Berishës në vitin 1994, jo, pa kujvok, sikur se nuk ndodhi? Asnjë kujvok, jo. Jo, thoni ju, jo, shumë mirë ka bërë që i tha jo. A mendon Fatos Nano, kandidati për president i Shqipërisë, se në fillim të viteve 90, Fatos Nano, si kryetari i Partisë Socialiste, nuk duhej të kishte kritikuar publikisht ish zëvendës ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, në atë se ishte Krist, sikur se ndodhi? Unë nuk e mbaj mend që ky të jetë incident për të hyrë në histori. Përkundazi, Krishti ka pasur dhe vazhdon të ketë një karrierë të shquar në rajon dhe në çështje të tjera ku influenca amerikane është shumë pozitive dhe e kërkuar, si në Korenë, marrëdhëniet midis dy Koreve për shembull. Dhe unë e kam qëndrueshmërisht dhe e vlerësoj si një diplomat shumë efikas. Dakord. A mendon Nano, kandidati për president i Shqipërisë, opozita socialiste në vitin 1997, nuk duhej të mbështeste pas perdes elemente të razirave të 97-ës. Pasi dëmi që u shkaktua Shqipërisë nga ato ngjarje, duhet thënë se ishte jo pak i vogël apo jo? Nuk e di ku e keni gjetur këtë gjë, nuk kam asnjë fakt dhe nuk... Jo, ju personalisht, jo, ju. Nuk ka asnjë fakt që të vërtetoj ndonjë mbështetje apo politik për të ndërtuar pushtete apo karriera mbi bazën e përzierjes me krimin në Partinë Socialiste që unë kam drejtuar. As në 97. Ndoshta jo njerëz pranë jush, po shumë gjithë nushi me Zanin, gjithë ato që kanë dalë gjithandej. Më lejoni të them që unë kam përfaqësuar dhe drejtuar Partinë Socialiste në mënyrë publike dhe transparente. Dakord. A mendon Fatos Nano, kandidati presidenti i Shqipërisë, se ai vetë në prill të vitit 98 nuk duhet kishte ftuar në kabinetin e tij si ministër të kulturës
piktorin dhe publicistin e njohur të asaj kohe, Edi Rama, sigur se ndodhi. Nuk kam ndonjë ndjeshmëri të veçantë për njërin nga të 60 përfaqësuesit që kanë ftuar të bëhen ministra. Dakor, dakor. A mendon tani Fatosnano, kandidati për presidenti i Shqipërisë, se në vitin 2003 nuk duhej penguar përmes KQZ-s fitoria e Spartangelës kundër Edi Ramës? Sigur se u thasë ndodhi, sigur se u thasë ndodhi. Nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur, janë të gjitha thashë theme, thoni ju. Unë gëzohem që në televizionin tuaj gjeta në drejtim ekzekutiv, menaxherial, Ertoni, ishte dhënësin e KQZ-s. Ishte dhënësin e KQZ-s. Dhe unë duhet i referohem me Ertonit ose se dhënësin e KQZ-s. Nuk ka ndodhur. Kjo është vërtet, kjo vërtet. Dakor. Në fakt unë që e njoh Ertonin, janë vitu i s'ka ndodhur, po nejse. A mendon Fatosnano, kandidati i presidentit të Shqipërisë në fillimin e në pushtet tërës në vitet 97 duhej bërë çdo gjë për të mos afruar nivelet e larta të qeverisjes së majt. Për të afruar, më fani se ishte lapsus, për të afruar, duhej bërë çdo gjë për të afruar në nivelet e larta të qeverisjes së majt. Fatos kurse nuk ndodhi. Në fakt ka ndodhur. E keni afruar. Dhe unë personalisht e kam ftuar të kontribuoj dhe të zgjedh në përputhje me profilin e tij të shquar si njeri që do lirin, se si mund të harmonizonte vokacionin e tij si luftëtar i lirisë. Ai ishte pjesëtar i spikatur i koalicionit të madh të 97-s për të rivendosur normalitetin e demokracisë në Shqipëri, me institucionet e reja që duheshin ndërtuar. Pjesa që ju thoni s'ka ndodhur ka qenë zgjedhje. E qartë, pra ju keni ofruar një post për të administruar, për të menaxhuar. E kam ftuar dhe më lejoni atëherë të drejtoj radio televizionin publik. Dhe Lubonja refuzoi. E refuzoi. Dakor, bëja që u tha dhe kjo gjë. A mendon Fatosnano, kandidati për president i Shqipërisë aktualisht, se vendosja e kalojmë tu sepse në një farë është përsëritje, po. A mendon Fatosnano, kandidati për president i Shqipërisë, se teproi me besimin që i dha Pandeli Majkos, kur e mbështeti për kryeministër në vitin 1998, jo vetëm sepse ai ishte shumë i ri Pandi, ju kujtohet, dhe përgatitur post të lartë, por u tregua dhe mos mirënjohës, duke tentuar t'i marrë Fatosnanos dhe vendin e kreut të PS-s, sigur se nuk arriti dot ta marrë. Jo, veçanërisht për Majkon nuk kam gjithashtu ndonjë ndjenjë pendimi. Veçanërisht e ty mirë të vendin. Po, atë desha të them që unë jam shquar për krijimin e një ambienti konkurrues. E qartë. Dhe në konkurim fiton më i miri. E qartë, dakor. Dhe nëse kujtohet, unë kam dhënë me njerë pas fitoreve edhe brenda Partisë Socialiste apo në zgjedhje, detyra shumë të rëndësishme për ata që më kanë konkuruar. Sigurisht. Ilir Meta për shembull, me njerë. Jo vetëm. Jo vetëm. Po. Fatosnano dhe ndërpres për një moment, Andon Dafa u ngrit gjasme si fshehur, po e pan të gjithë në fakt, Andon Dafa piktori talentuar me airbrush, me aerograf, dhe Ledio do e kapi tani, Zotinano është një surprizë që ai do ju bëj, nuk ju themi se çfarë është. Andon Dafa Ledio mund ta kapni tani, mund ta kapësh në moment, është duke sapo ka filluar të pikturoj. Nuk tregojmë asgjë, në fund të emisionit të shikoni një gjë të papar. Dakor, vazhdoj bisedën. Po një duatokitje meriton Andoni se duhet të. Edhe pse nuk dëgjon, po nuk ka rëndësi, për ju të publikut. A mendon Fatosnano, kandidati presidenti i Shqipërisë, se njeriu që duhet kishte mbështetur për pasardhës në PS, në mënyrë të privilegjuar, sepse ju keni mbështetur shumë, e di që do ma thoni këtë gjë prapë, por në mënyrë të privilegjuar, a mendoni se njeriu duhet kishte mbështetur pasardhës në PS, duhet kishte i qenë Zotinano, Ben Blushi, që është aktualisht kryetari i grupit parlamentar. Nuk i ka munguar për kraja dhe mbështetja, inkurajimi apo simpatia Ben Blushit. Por natyrisht ka qenë i vetmi. Dhe ju e njihni, besoj që e lezetshëm Blushi. Si një nga politikanët që u rrit më shpejt për shkak se erdhi nga media, si që Blushi, është i shquar që nuk i pëlqen të mos konkurojë dhe të qëndrojë vetëm. Nuk është i tipit autokratëve që mbajnë distanca me shoqërinë dhe me mjedisin ku lëvizin. E qartë e kuptova.
A mendon Fatos Nano, kandidati i presidentit të Shqipërisë, se e majta shqiptare duhet të adoptoj 100% si platformë ideologjike të ashtu quajtur rrugë të tretë të Tony Blair? Besoj se pothuajse është adoptuar e gjitha. Sa kohë që unë drejtova Partinë Socialiste dhe veçanërisht konceptet dhe idetë e tij në qeverisje. Statuti, libri i rregullave të Partisë Socialiste, që për fat keq tani po dhunohen, po cënohen në rënd, pamja e blerizmit, kanë qenë instrumentat më kryesore me cilat ne kemi arritur të konkurrojmë dhe të qeverisim për 8 vjet. E qartë. A mendon sot, me plot keqardhje Fatos Nano, kandidati për presidenti i Shqipërisë, se duke zgjedhur profesion politikën në vitin 1991, sot ai, pra ju, mund të keni humbur një karrierë alternative të shkëlqyer që ishte shfaqur në horizontin e të ardhmes tuaj? Ndoshta dikur? E mendoj, po jo me keqardhje. Jo me keqardhje. Dakor. A do të mendonte 5 ose 10 vjetësh Fatos Nano, sot kandidati për presidenti i Shqipërisë, se gjëja më e mirë që duhet të bënte në 2007-ën, ndoshta do të ishte që ta mendonte edhe një herë ambicien për të rikthyer ose më të lehtë? Jo, nuk e mendoj. E sigur 100%. Jeni më i bindur se kur? Jam 100% që i pjesë ofrohet për konsensus me pjesë të tjera për të bërë 100% që në vërtet. Dakord, dakord. E nëse Fatos në një moment, le ta imagjinojmë, unë e bindur i s'ka për ndodhë, do ndodhë gjë tjetër. Po nëse për një moment mendojmë se Fatos kandidatë presidenti i Shqipërisë, për një moment nuk e arrin dot të objektiv, cila do të jetë ardhmja e tij në politikë apo në jetën publike. Tuaj janë këta. E siguruar dhe në shërbim apo në kontakt të gjithëve. E siguruar. Dakor. Tani është momenti, mendoj unë, Greta dhe Anisa, që zoti Nano t'i bëjmë një surprizë. Po që t'i bëjmë të surprizë, unë kam menduar zoti Nano, një surprizë e thjeshtë, një surprizë e këndshme sigurisht, po që kam menduar që ju do të hapni një vend që personi do vi tani do ulet në mes, se nuk kam fare qef ta ul në krahët e zotit Nano. Edhe pse do duaj. Do duhet ta ul përballë. E suspens të publiku, kush do vi tani, kush do vi tani. Kam bërë me fjalë, jam i poshtur shumë. Ju betohem Nanos di asgjë. Një muaj që merrem me këtë punë. E nuk është kamera e fshet, kujdes se unë nuk di të bëj nga ato, është gjë tjetër, por është gjë fare e thjeshtë. Grem, bukur. E ftoj në studio një personazh i cili do donte shumë. Jam i bindur që të ishte këtu edhe pse çka s'kam bërë që ta luaj që ta bind që të vi. Do ta ftoj për pak se duaj ta lexoj pak Nanon ndryshe, da lexoj nëpërmjet atij personazhi që do vi tani. Ju e jeni të gjithë ka dalë shumë pak, shumë pak. Do të vetëm jeni në studio televizive, kjo është ere dytë. Ftoj në studio. Ky është qef i madh, me zi kam realizuar, është një, edhe s'dua ta them, do të zgjasi pafund. E fton në studio Joana Nanon. Qef i madh. Kisha një muaj punoja në shqetësi, më në fund e arrita, jam sa i kënaqur jam të moment. Gjo mi mbrëma. Kënaqësi që kam studio, nuk e di, ju e dinit, nuk e di zoti Nano se si unë ndje në të momente. Për herë të parë Befasuar. i te kaluar në një garë. E do të falenderoj Joanën që e mba kret për një muaj tërë, se dhe mund t'i shpëton të lafi, e ka bashort. Nuk ja tha që nuk ja tha falenderoj Joanën. Nuk do më ndaj gjatë, kam përgatit me shumë qef 2 intervista për ju që do i bashkoj në një, sepse janë të vinë natyrshëm, do të lexojmë pak Nanon rëmjet. Kjo nuk ma kishe thënë, me gjitha të e prendoj. Jo, po janë fare të thjeshta, sepse janë për bashkëshortin tuaj sigurisht. Më thoni gjë pas kalojt të intervista, a ka ndryshuar diçka në jetën tuaj që në momenti që Nano nuk është më kryeministër, ka 2 vjet që s'është më kryeministër, do thotë që normalisht do të ngrihet jo më në orën që është ngritur gjithmonë në mëngjes. Ç'ka ndryshuar, Joan? Ka ndryshuar çka apo jo?
Sa për orën që ngrihet në mëngjes, ngrihem në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, nuk kam ndryshuar asgjë. Zgjem njëri tjetrin. Normalisht. A ndjet të mërzitur në momentin që si ishte më kryeministër? Do të thënë pat që sikur pati një lloj shkëputje nga jeta aktive? Për mua ishte pozitive. Vërtet? Sepse mund ta kisha bashkëshortin tim të tërim për vete. A? Nuk e ndaja.